praktikisht prin me gati 15% të votave. Ma shumë se sa kandidati i dyti, i cili për që di, Ali Dula është i barabartë me kandidatin e LDK-s. Tash, problemi është që duket që praktikisht me votën e Doncanës, PDK-s, Smajl Latifi bëhet kryetari i Arvesit dhe këtë mandat. Dhe po, Smajl Latifi ka qenë gjithmonë, do thot, edhe në mandatet tjera, njëni prej kandidatëve, prej kryetarëve të komunave që nga shoqënia civile është pall prej njerëzve me integritet dhe transparent. Pse po thuhet që vota e PDK-s shkon tek Smajli? Realisht, konstruksionet që po ndodhin në nivelin qendror, edhe praktikisht ato kanë ndikimin e vet në garën komunale, padyshim.